që të argumentoj budallëkun tim, që të argumentoj qyqarlëkun tim. Marja më mbuloft. Vefi Redhi, artistja vlonjante që për më se 3 dekada shkëlqeu në skenat teatrore të Greqisë, hipnotizoi publikun vlonjat mbrëmjen e të martës me interpretimin në monodramën e Odise Plakujt Ëngjëjt, me rolin e një nëne kosovare të zhuritur në shpirt, të traumatizuar e të shkatruar psikologjikisht nga zhdukja e fëmijëve të saj. Por e neglizhova situatën, sepse nuk doja që t'i besoja parandjenjës time, sepse nuk doja që të lija shpinë. Jashtë bëte ftohtë, shtëpia ishte e ngrohtë, ja kisha frikën erës, shiut, të ftohtit, nuk dija. Një nënë e zhytur në bashkëbisedim me realen dhe surrealen e tragjedisë së saj, e shpërfytyruar nga dhimbja, e dërmuar nga pafuqia për drejtësi, nga brenga që nuk mundi, si nën të mbronte, t'i riste, t'i shkollonte, t'i gëzonte dhe t'i gëzoj jetës së tyre. Një realizim teatror perfekt, një interpretim brillant i Vefi Redhit, plot situata dhe emocione të bukura, shpërthime të ardhura organikisht, maknitshëm, marrëdhënie dhe komunikime të mrekullueshme me objektet dhe vetveten, ndërsa spektatori përjetoi emocione të mëdha teksa ndoqi këtë shfaqje në skenën e teatrit Petromarko. Vetë Vefi Redhi shprehet emocionuar nga publiku i gjerë që ndoqi. Shumë emocion, po, sepse kthehem pas shumë vitesh në teatrin ku hodha hapat e para si aktore profesioniste. Kanë kaluar vite të tëra dhe unë kthehem të interpretoj shqip në teatrin ku nisa. Dëshira e kryetarit të bashkisë, Sokolit, drejtorit të teatrit, gjithashtu dhe imja, ishte që mos tikja pa dhënë edhe këtu dy shfaqje. Edhe unë jam shumë emocionuar, te imase, përgjegjësia ishte shumë e madhe dhe emocioni ishte akoma më i madh që do luaja në Vlorë në skenën ku kam luajtur vite përpara. Është drama e një nëne kosovare, janë fëmijët e pagjetur, pavarësisht se ne donim ta zgjeronim pak për luftrat që bëhen sot dhe për fëmijët që vazhdojnë dhe humbin, por konkretisht kjo dramë është e një nëne kosovare që vazhdon me shpresën edhe pas kaq vitesh të presi fëmijët e saj ose të ketë diçka në dorë për ta, një asht, një të di ku t'i qaj. Mesazhi i veprës është shumë i fuqishëm që duhet të vazhdojmë ta kujtojmë historinë, sepse gjithçka që harohet është shumë e thjeshtë që të rikthehet pas në një lloj forme apo në një tjetër. Mesazhi i fuqishëm: daloni luftën, mos vrisni të ardhmen e jetës, fëmijët. Thirrje që i bëhet politikës, shoqërisë njerëzore, për paqe, për punë, për dashuri, për ta ndërtuar dhe ruajtur jetën dhe të ardhmen e saj. Për mua si autor ishte mision i veçantë, mënyra dhe rikthimi i Vefi Redhit në Shqipëri pas 26 vjetësh që asaj mungonte skena shqiptare, produksionet të këtij formati, të kësaj përmase. Ne kemi punuar bashkarisht së bashku me regjisorin nga Kosova, Naser Shatrolli, unë nga Shqipëria dhe Vefi erdhi nga Greqia dhe krijuam kështu një trekëndësh artistik me frymë kombëtare, 3 shqiptar, të cilët jetojnë në 3 shtete të ndryshme, Shqipëri, Kosovë, Greqi. Kemi punuar me dashurinë më të madhe dhe në qytetin tuaj të Vlorës, Vefi ka ardhur e shoqëruar nga 2 vëllezër shqiptar. Nuk ka më bukur se sa të jetosh, të punosh, të realizosh një vepër të tillë e rrethuar nga dashuria e vëllezërve të tu. Ky është misioni, unë pres nesër që salla e teatrit Petromarko të jetë akoma edhe më shumë spektator, sepse nuk do të dalin të zhgënjur, por do të dalin të emocionuar dhe duke marrë me vete dhe mesazhet e fuqishme të kësaj vepre. Vefi Redhi u rikthye kështu në shtëpi me Ëngjëjt, ndërsa monodrama u ngjit në skenën e teatrit Petromarko për të vijuar edhe këtë të mërkur, nën kujdesin e veçantë të kryetarit të Bashkisë së Vlorës Ermal Dreta, një shfaqje që solli magjinë e teatrit, ndërsa publiku përqafoi, por edhe u maknit dhe u prek nga emocionet që përcolli.